Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar Kadri Voga, kryetari i rrethit të Krujës, për qeverinë teknike të Shpresës së Kombit. Përshëndetje zoti Kadri. Përshëndetje, mirëmëngjes. Zoti Kadri, Shpresa e Kombit nesër në datën 27 ora 2 do të organizojë një miting paqësor pranë sheshit Skënderbej. Kryeministria Kuvendi. Ç'mund na thoni ju për organizimin për nesër? Faleminderit. Do të zhvillohet nesër. Unë e bëj thirrje gjithë komunitetit të rrethit të Krujës, dashamirësit e mbështetësit partisë Shpresa Demokratike, që me datën 27 i 11/2025 të marrin pjesë në tubimin paqësor organizuar nga profesor Kollum Pelindri, kryeministri i arshëm i qeverisë teknike. Për këtë, ky tubim ka për qëllim që të ngrejë flamurin shqiptar me datën 28 para kryeministrisë. Flamurin shqiptar si dhe flamurin amerikan. Pra nuk do ndodhi si ndodhi me 28 që Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë, që nga Shqip Foqit dështoi ajo qeveri, por kjo qeveri teknike do jetë me efekt dhe do drejtoj Shqipërinë dhe e ta çojë në zgjedhje të parakohshme. Pra, qëllimi i këtij dëbimi është të gjithë mbështetësit e partisë Shpresa e Kombit të marrin në dorë nga një qeri për të ndezur këto në 3 objektet e ish diktaturës 80 vjeçare që kanë masakruar këtë popull, kanë vrarë, kanë pre, dhe me vendosjen e qeverisë teknike do të marrë fund një herë mirë. Dhe për të kujtuar të rënit dhe ato që kanë bë masakra gjatë kësaj kohe në popullin shqiptar. Pra i bëj thirrje Cila të është thirrja gjithë juaj? Komunitetit. Cila është thirrja juaj? Thirrja ime është që të gjithë banorët e rrethit të Krujës, me parti, pa parti, me Parti Socialiste, me Parti Demokratike, se dojmë sot ka udhëhequr një parti, të marrin pjesë të mbështesin Partinë Shpresa Demokrate. Shpresën e Kombit, kjo është shpresa e fundit për komunitetin, për popullin shqiptar, për mbar kombin shqiptar, si brenda vendit, ashtu dhe jashtë vendit. Të japin fund një herë mirë dhe të vendoset një regjim tjetër më i mirë për interes të komunitetit. Pra, dhe e theksoj dhe herë, kjo do jetë shpresa e Kombit, shpresa e të ardhmes e gjithë komunitetit, e gjithë popullit shqiptar. Duke u nis nga kjo, unë i bëj thirrje, me qenë se bashkëqytetarëve të mi të Krujës, që më njohin shumë mirë, i kam shërby, fshatrave, më njohin shumë mirë dhe i njoh shumë mirë, të gjithë, duke fillu, tu pafus edhe rrethin e Laçit, Kurbinit, të cilit ka qenë një rreth bashk, i ka pas rrethi Krujës. Duke fillu nga ura e Milotit, nga Miloti, Gallat, Vinjoll, të gjitha fshatrat, duke përfundu në Adretik, në Mamurras, Gramës, Derven, Pushkruja, Mamursi, thash, edhe deri tek fshati Qerek, të gjithë banorët që e duan Shqipërinë, që e duan flamurin shqiptar,
që t'i harrojnë edhe vujtjet, ose t'i kujtojnë vujtjet që kanë kalu edhe që i kalin edhe sot, të marrin pjesë në tubimin paqësor të drejtuar edhe njëherë nga kryeministri i arshëm me qeveri teknike profesor Pllum Pilishi. Ju bëj thirrje edhe njëherë. Merrni pjesë, hajdeni në sheshi Skënderbej, se vetëm ai ka ngel nga për ta kujtu, se ka kujtu kush deri më sot. Hajdeni të bashkohemi me njëri tjetrin, të bashkohet vlla me vlla, të bashkohet vllai me motrën. Hajdeni me 27 dhe ta kthim atë deri me datën 28 në mëngjes, ku të ngrejmë flamurin shqiptar si dhe atë amerikan para kryeministrisë. Kthim prapa nuk ka. Kjo është një rrugë e llogaritur, e planizuar. Falenderojmë shtetin amerikan që ka një mbështetje dhe një përkrahje të fuqishme për ta çuar Shqipërinë më përpara, për të zhdukur një herë mirë shtypsit diktaturën e egër 80 vjeçare. Pra, ne themi se kemi pas demokraci ka 34 vjet, po jo. Ka ndodhe kundërta, dy partit kanë bashkëpunu bashkë, kanë qenë një parti, fill e partisë punës, dhe kanë drejtuar, kanë vjedh, kanë masakru, kanë marrë pronat e qytetarëve, kanë tjetërsu prona, kanë zhduk institucionet, dhe po të flasësh do një natë dimri. Mo mirë i ka thonë profesori çdo natë, dhe e keni gjuhë shumë mirë, që flet drejt, flet bukur, flet ashpër pa dorashka, flet realitetin. Hajdeni, ke shpresa e kombit. Hajdeni për fëmijët tuaj. Hajdeni për familjen tuaj. Mos dëgjoni ato padarajistat. Mos dëgjoni PNS në për lokale që në komente flasin dhe vjellin fjalën nga më të ndryshme, se nuk e shohin veten pas se si janë bërë, nuk e shohin veten. Pra hajdeni, shikojni, Ti bashkojnë shpresës së kombit. ti bashkohemi shpresës kombit për të mirën e kombit shqiptar. Ditë të mira do vinë. Do vendoset kushtetuta amerikane për të mirën e kombit. Shqipëria do jetë shteti 51 Amerikës. Nuk ngele gjë tjetër, ju bëj thirrje edhe një herë, hajdeni në orën 2 me datën 27 ke sheshi Skënderbej. Roft shteti Amerikan. Roft Amerika. Lavdi flamurit shqiptar. Ju faleminderit. Një faleminderit dhe ju. Të dashur bashkëdhetar, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.